Është emocion shumë i veçantë, kënaqësi madje lumturi për mua që të shoh në këtë fushë të Federatës Shqiptare të Futbollit, në një fushë që vërtet e kishim ndëruar, të shoh të shkuarën e futbollit shqiptar të tashme dhe të ardhmen, të shoh yjet e futbollit shqiptar të cilët padyshim shpreh kënaqësinë e tyre për këtë event madhor për Shqipërinë. Shoh dhe perspektivën e futbollit gjithë ta fëmijë që kanë mbushur fushën. Sot në një lloj mënyre zyrtarisht ne fillojmë këtë aktivitet të rëndësishëm, kampionatin evropian për 17 vjeçarët, një event vërtet shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Një event i cili konfirmon dhe një herë aftësitë organizative të Shqipërisë, aftësitë organizative të futbollit shqiptar, konfirmon besimin që kanë institucionet europiane tek eksperjenca jonë dhe tek ekspertiza jonë për të organizuar evente madhore. Për të arritur organizimin e tij për ne, si një federat mund të themi e mesme apo modeste, është dashur një punë shumë voluminoze për të përgatitur 4 stadiumet që tashmë janë gati. Arenën Kombëtare, Elbasanin, Rogozhinën dhe Durrësin. 10 fusha stërvitje, të cilat për ne vërtet janë një punë voluminoze dhe për këtë unë dua t'i falenderoj gjithë ata që kanë bërë të mundur përgatitjen e kësaj infrastrukture dhe tashmë jemi vërtet në momentin e dur perfekt për ta filluar këtë europian. Unë uroj gjithë futbollistët që do vinë që të kënaqen vërtet, ju uroj gjithë juve ta shijoni europianin në Shqipëri, ta mbështesni atë dhe gjithë bashkë pse jo, të kemi ngjarje të tjera akoma më të bukura në të ardhmen. Ju uroj shumë suksese ekipit tonë kombëtar në këtë europian. Është një kënaqësi dhe një nder i madh të jem këtu përpara jush për treguar dhe për të falendëruar presidentin e Federatës Futbollit që me iniciativën e tij ka arritur tashmë të sjellë në Shqipëri, në vendin tonë për të treguar mbar Europës që ne jemi gati për të organizuar evente të tilla siç është ky europian. Ky organizim një event i tillë në vendin tonë na bën krenar njëkohësisht dhe përgjegjës gjithëve që sadopak t'japim kontributin tonë në mbarvajtjen mbi gjitha në mbështetjen e çunave tonë. Një event i tillë organizuar në vendin tonë tregon që Shqipëria më në fund plotson standardet për të organizuar evente të tilla. Dikur se kishim ndëruar, sot jemi në Europian, nesër mund të jemi botror. Mos u trëmni, ekipet janë të forta, po ju jeni më të fortë. Bërni një lojë shumë të bukur, ne do t'ju mbështesim fort. Federata i ka krijuar të gjitha hapësirat që ju të stërviteni mirë. Ky është një event shumë i madh dhe është në fakt një mundësi shumë e madhe për gjithë ju, edhe ne na keni aty me ju suksese.